te i kalon për te demokratëve dhe për te atyre që kanë qenë gjithmonë. Pra nuk ka më demokrat dhe socialist. Tani po ndajemi në qytetar dhe plaçkitës. Dhe ka ardhur koha që të gjithë qytetarët të mbajnë një të anë, janë me plaçkicit, janë me qytetarët. Duke pas parasysh se kjo qeveri nuk përfaqëson më zërin qytetar, nuk ka më institucione që përfaqësojnë qytetarët, nuk ka më institucione të drejtësisë ku ata të drejtohen dhe të përfaqësohen, ka edhe një tension gjithmonë e më shumë në rritje ndaj kësaj qeverie dhe qytetarëve, të cilët kërkojnë një zë ku të përfaqësohen. Senata, dhe një pyetje, se sigurisht duhet ta nisja me një përvojë personale përpara se të nisim pastaj ta komentojmë në aspektin e sigurisë politike dhe bëjmë të analizat tona. Ti në momentin që u godite, nuk e ushtruar dhunë? Absolutisht. Po thoje pak më përpara? Asnjëherë. Ndaj forcave të policisë? Absolutisht jo. Jam kundër dhunës, nuk kam ushtruar asnjëherë dhunë. Ke qenë duke ndihmuar ndonjë protestues i cili ka goditur policinë? Jo, absolutisht jo. Thjesht unë kam një tendencë që të ndihmoj vajzat dhe gratë, sepse në moment kur ndodh diçka i kap një gjendje shoku. Po këta janë thjesht qytetarë të thjesht që unë i shoh që janë të ngrirë edhe i tërheq për t'i nxjerrë nga gjendja e gazit, po jo se unë po ndihmoja dikë që nga adrenalina sipër nuk e di se çfarë mund të kishte vepruar apo mund të kishte sulmuar një punojës policie në atë procedurën e vet. Absolutisht jo. Unë thash mbaj atë pozicionin tim të pedagogës, kam ato fjalimet e mia frymëzuese që tentoj që ju referohem gjithmonë, ju bëj thirrje qytetarëve, ju bëj thirrje akademikëve, ju bëj thirrje studentëve, ju bëj thirrje qytetarëve, ju bëj thirrje gjithë shqiptarëve, pa dallim për mua si demokrat, si socialist, se mua më kanë marrë në telefon si demokrat, si socialist për të pyetur nëse jam mirë apo çfarë më ka ndodhur. Dhe absolutisht nuk kam ushtruar dhunë. Asnjëherë. Megjithatë, të pyetje që bëra, i ke dhënë, mos ke qenë duke dhënë ndihmën ndonjërit i cili ka qenë duke u konfrontuar dhe mund të jetë goditur. Nuk bëhesh objekt goditje edhe po t'i japësh ndihmën, se nuk besoj që selektimet e tilla. E di pse e mora këtë skenarin, e mora skenarin atë se mendov. Po e hodha një që ndoshta ka identifikuar një protestues dhe mund të justifikohet me këtë. Misioni i policisë është rujtja dhe renditja e sigurisë. Dhe askush nuk bëhet objekt goditje nëse tenton të japi ndihmë dikujt, pavarësisht situatës pse ndodhet i goditur apo i lënduar. Skenari ishte duke dashur, duke identifikuar një person i cili ka qenë targetin si sulmues, jo duke dashur të sulmoj senatën për ndihmë, por duke dashur, duke ngatruar ndoshta target, duke qenë se ka qenë afër. Këtu ishte. Jo, kam qenë në rresht të parë afër skenës dhe kam qenë bashkë me grupin e. Dhe unë u shokova kur Këtë doja të sqaroj. Do u besoj senata e kuptoi pyetjen time. Goditet çdo njeri i cili tenton të japë ndihmë. Tani ajo është goditur, dikush e goditi. Është goditur dhe ne urojmë të shkuar dhe absolutisht edhe unë dua që ta marrë veten ashtu siç tha, jam mirë dhe shpresoj që të jetë edhe më mirë, sepse shëndeti më radh parë për gjithçka, por dua që të jemi të barabartë në gjitha mënyrat e analizës, me qëllim që ato që janë të papërfaqësuar të mos marrin një goditje dhe nga ana jonë, të pak në tu. Absolutisht, dhe kjo është kryesore, ndaj dhe unë do të të pyes dhe nga aspekti sigurisë. Se me këtë kurthuesi por, kur domethënë thua që pjesën jorme, por, kur e shto këtë por, domethënë totalisht e zhvlerëson pjesën përpara, e kundërshton atë çfarë the. Jo, unë i vë në peshora dhe i barazoj të gjitha palët. Se por është lidhës kundërshtuese, pra ti kundërshtove këtë që the që por këtu ka diçka. Po jap njëjtën rëndësi dhe të njëjtën mbrojtje dhe atyre të cilët nuk e kanë zërin këtu. Jo, nuk kanë zërin këtu. Duke vlerësuar situatën. Me që e more fjalën, pse duhet që policia të përdor plumb plastik ndaj një protestuesi? Cili është skenari ku lejohet përdorimi i tij? Shiko, plumbat e plastik përdoren në protest. Ne nuk jemi domethënë nuk është e konfirmuar, të paktën deri tani unë nuk kam ndonjë burim i zyrtar i cili ka konfirmuar që janë përdorur
këtë lloj plumba gome në protest. Po marrim të mirëqen deklaratën e drejt për drejt unë nuk dua të nuk hedh dyshim as te personi i dëmtuar, i cili nuk ka parë asgjë se nga i ka ardhur, çfarë i ka ardhur dhe me çfarë është goditur, ka marrë një goditje të rrezikshme, por aktualisht nuk është provuar se nga ku e ka marrë goditje dhe nga cili e ka marrë goditje dhe çfarë objekti ka qenë ai i cili e ka goditur. Në një protestë si ajo e djeshme kanë qarkulluar në ajër 10 lloj sendesh të ndryshme, nga pllakat e bulevardit, nga molotovi, nga bomblat e gazit, nga uji që është përdorur nga ana e policisë. Asnjëra nga këto s'ishte në rastin tim. As molotov, as bombull gazi, as Shiko, edhe një djalë që e pam në një video që u godit me një bombull gazi nga mbrapa, pra mund të ketë qenë dhe një lloj i asaj që mund të ketë qenë një bombull e cila të ka kapur jo me pjesën e parme, po me pjesën anësore dhe në pjesën rrëshqitse. Se policia është amator që gjunë protestuesit kujt i bin? Shiko, nuk është nuk e di, se ju e justifikoni, unë mund ta justifikoj me cinizëm, dhe një farmire, me 10 protesta. Tani duhet jemi qartë që... Jo, duhet jemi qartë që policia është e mirë trajnuar që të mos zgjuar protestuesit paqësor. Pajisja e cila përdoret për të hedhur bomblët e gazit, nuk është pajisje e cila shënjestrohet në një vend të caktuar dhe ka një shënjestër efikase. Ajo është pajisje e cila vetëm ka fuqi për ta hedhur nga në një distancë caktuar, pa ajo nuk ka shënjestër. Se s'ka shënjestër. Jo, nuk ka shënjestër. Apo ta kapet të syrin, thua ti. Mund t'i kapet nuk ka qenë objekti zonja, ta kuptojmë. Zonja nuk ka qenë objekt. Kjo është pyetja ime, me që nuk ka shënjestër, pra me një plumb plastik. Policia mund të gjuajë dhe afër syrit me që ka goditur në ballë. Nuk është e konfirmuar që është plumb plastik, po them. Po e konfirmon personi që është goditur. Asnjë nga ne këtu nuk ka prova që ta konfirmojë këtë gjë. Duhet ta sillte në studio. Unë po them që jo ta sillte në studio, po askush nuk ka një provë që është përdorur kjo lloj arme. Jo, ai po thotë që edhe në qoftë se ty të godit ajo pjesa kapsola që e gazit, po thua këtë. Mund ta japit njëjtin efekt. S'ka problem, s'ka problem, sepse policia e gjuan turme, po ty të kap ajo pjesa e kapsolës, po s'është problem. Ti mund të bërgosh, po s'është problem. Unë kam qenë protesta, po e thash, kam qenë protest. Dhe nuk ishte një gjë shumë mirë për të thënë. Kur shkoja në protest, nuk shkoja ndasëm. Nuk bëja zhagati për shku me kërcy. Shkoja në protest për të përballë me policinë. Të duka gjasë, unë po isha... Jo, nuk kam shku përballë me policinë. Jo, nuk kam shku përballë me policinë. Kur shkosh protest, mos u qaj... Kur shkosh në demonstrat, nuk duhet ta ankohesh se më hedh gaz në fjalë, se nuk hidhen lule. Nuk është buzuk, që po hedhim lule. Atje në protest, ju gjuni me molotov, edhe ne kur kam qenë dhe unë me ju, kam gjujt me gura, me molotova, me tjerë. Ato gjujnë me bombë gazi, me ujë, me gjitha, kështu që për jenë përballë jenë fush beti. Pra ne po them mos ankoj dhe kaq shumë, edhe mos bëni kaq shumë. Nuk e kam ju personalisht, nuk e kam personalisht për ju, se ju bravo qoftë, vazhdoni rezistencën siç e keni menduar, është e drejta juaj për protestuar, është e drejta juaj për protestuar, nuk është e drejta askujt për të dhunuar e për djegur